Avokat, ambasada amerikane pati një reagim lidhur me zgjedhje dhe 11 majt. Si e keni lexuar këtë reagim? Ja, pra ti shkojmë. Me që më pyet për reagimin e ambasadës amerikane, unë po e lexoj një ligjërat të drejtë. Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin ton të ngushtë me Shqipërinë. Kjo s'është as mish, as peshk. Kjo as i njeh, as nuk i njeh zgjedhjet. Pra, me këtë do vazhdoj partneritetin. Kur thot me popullin, populli është popull. Populli ka delegu që ka kriju një qeveri, apo jo? Se ka deleguar apo jo është një anë, dhe që duhet të delegojë është ana tjetër. Lidhur me zgjedhjet, se për zgjedhjet ka folur ambasada amerikane. Nuk është shprehur nëse janë zgjedhje të drejta dhe të ligjshme apo janë të paligjshme. Pra, edhe po ta shikosh atë një fotografi të Edi Ramës dhe të partisë tia, të lukunisë së tij, se janë lukuni uqërish ata të gjithë, pa përjashtim. Të tërë nxjinë fytyrë. Pse nxjinë? Se nuk është njohur fitoria, e ashtu quajtura fitore. Se s'bën vaki që me 10.3% të popullsisë të fitosh zgjedhjen, edhe të drejtosh shtetin. Nuk bën vaki. Edhe të fitosh 83 deputet. S'kish bërë vaki ndonjëherë në Shqipëri. Ka ndodhur vetëm në 92. Urdhëni? Si ta lexojmë këtë reagim e ambasadës amerikane? Populli i Tiranës sot një fjalë. Më ka thënë nëna me lagoj. Është tamam që dhe u shprehim, po dhe s'jemi shprehur. Ne me popullin shqiptar jemi në rregull, jemi miq, shqiptarët janë 97% pro-amerikan, pro-Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shpresë kemi vetëm të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por qeveria edhe deputet dhe politikanë tanë janë të tërë për në burg. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të urojnë dhe nuk mund të mbështesin dhe nuk mund të komunikojnë me një kryeministër që është në ndjekje penale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që është non grata, Edi Rama. Dhe e pa mundur s'mund ta bëj, edhe ka që ka bërë thjesht për të respektuar ne qytetarët shqiptar. Për të na thënë që ne nuk ju braktisim, për të na thënë që ne jemi me ju, por jo për politikanët, jo për politikën që drejton sot shteti shqiptar. Ndash pozit, ndash opozit. Se janë një pozit opozit, e kemi thënë disa herë bashk, PD, PS, baras PPSH. Ose më mirë me thënë, rilindje që shkon në rilindjen e Partisë Komuniste të Shqipërisë. Ata janë. Po ata kriminal, po aq kriminal, po aq hajdut, po aq imoral, po aq të pander, të pacip. Vetëm nga Partia Socialiste. Deri sot janë 3 kryetarë bashkish me kurvëri në përzyrat e tyre. Ky i fundit e bëri Teure Lekli të me Peçi. Të tjerët e kanë bërë në përzyra. Ndash Bici, Gici si e ka i Kuksit, në dash Shukriu i Dibrës. Ore këta kanë dalë me brek në përkëmbë për të marrë pushtetin. Dhe ose kuptoj këta shqiptarët, këto rrethe ku janë bërë këto zgjedhje, ku kanë dalë këta deputet. Ore, janë shqiptarë këta si janë. Si ore pranojnë këtë qelbësirë që ti qeverisë dhe ti përfaqësoj. Qoftë Gici, qoftë Shukriu, qoftë ky tjetri. Dhe këti të Shukriu t'u bëri mira që u tha gjysmët janë qyryk. Ku vend e votojnë këta? Pse nuk protestojnë? Pse nuk u ngritën gjithë dibranët e të thoshin pas faqen e zezë? Ku këfyen ti? Mos i quan gratë dhe burrat tonë ati, burratan ati, ato që kenë në zyra ati që u del, shkojnë në përzyrat e varësive pa brekë? Pra këta e drejtojnë aktualisht Shqipërinë. E me këta politikanë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës zotëri nuk do vendosin marrëdhënie. Akoma nuk ka ambasador, ka një të ngarkuar me punë për të mbajtur, për të kryer funksionet protokollare diplomatike, por në asnjë mënyrë që të njohin qeverinë dhe parlamentin e dalë nga këto zgjedhje. Nuk njihet. Pse nuk ishte më e qartë ambasada amerikane me këtë? Për ata që kanë mend në kokë dhe për ata që i lexojnë rreshat
mesazhi që dërgoi ambasada amerikane është shumë e qartë. Ambasada është ambasadë, nuk është dyqan perimesh që vetë thotë nuk dua këtë po dua kështu, nuk e dua të bardhë, po e dua të kuqe. Avokat, pas këtij reagimit të ambasadës amerikane, çfarë pritet do të ndodhë me Shqipërinë? Unë pres të ndodhin arrestimet. Kemi 3-4 muaj që po i presim, avokat. Po mirë. Do vazhdojmë akoma. Po dhe fëmija do 9 muaj që të lindë. Do presim. E din ata kur do t'i fillojnë dhe si do t'i fillojnë dhe si do t'i bëjnë. Ata presin që ky hebreu që drejton Shqipërinë sot, Edi Rama, se është hebre, kemi thënë ata, pret që t'jap dorëheqjen dhe të anullojë zgjedhjet. Ka vajt ultimatum apo? Unë thash presim. Nuk di ka vajto përse nuk lexoj kablogramet e tyre, as e-mailet e tyre. S'kam ku dëgjoj. Por di që ai me skandalin e McGonigalit, ai në Amerikë është person në hetim. Dhe amerikanët nuk e pranojnë një mostër të tillë si Edi Rama që ta quajnë kryeministët të Shqipërisë dhe të kenë marrëdhënie të rregullta me të. Është absolutisht e pamundur. Nuk ndodh kjo. Prandaj dhe nuk po shprehen, nuk shkojnë më tutje amerikanët. Kaq. Avokat, kur thoni presim arrestimet duhet të vinë në nivel të lartë politik? Flasim për nivel të lartë, nuk flasim për këta hajdutët e... Se arrestime po ka, avokat, në nivelin e krimit të organizuar? Të lutem, është tjetër gjë që të merret prokuroria me kriminal të organizuar, me krimin organizuar që janë drogmen edhe ka dhe vrasës e hajdutë e tjera, dhe tjetër gjë të flasim për krimin politik, krimin zgjedhor, krimin kombëtare, vjedhjen e pasurisë kombëtare. Në Shqipëri është vjedhur pasuria kombëtare, zotëri. Dhe nuk po ndihet njëri. Jo pa qëllim ndoqën strategjinë e përzënies dhe të largimit të shqiptarëve me të vërtet të fuqishëm, në zonën jashtë shtetit. U thanë ikni, vetëm ikni. Sepse këtyre mostrave, kësaj lukunisë së uqerve dhe qendrëve të tërbuar që qeverisin sot Tiranën, u mjafton shteti Skënderbej dhe të kenë atë në komandë dhe janë në rregull. Prandaj them që unë e pres goditjen amerikane, goditjen e arrestimit, domethënë, nga spaku të këtyre mostrave e pres nga ora në orë. Nuk di dhe nuk kam si ta di çfarë ka spaku, nga kush trembet.